fakt tjetër është që Shqipëria renditet nga Komisioni Evropian, jo nga ne, në vendin e parë në rajon për prokurimet publike, për integritetin e prokurimet publike, me diferencë nga vendi i dytë, që do thotë që ka më pak korrupsion, jo më shumë. E treta është Shqipëria i Albanias që i ka kursyer shqiptarëve sipas një konsulenti ndërkombëtar që ne morëm disa kohë parë për të bërë një audit të rezultateve, një radhë të gjatë sa 22.000 rrotullime rreth tokës. Rrotullime rreth tokës. Dhe thuajse 1 miliard euro nga xhepi për të gjitha llojet e situatave. Do thotë që ka më pak korrupsion, jo më shumë. Po ka një fakt tjetër që ushqen fuqishëm paradoksin. Raste akuzash për korrupsion mund të jenë vërtet 10 në total, ku këtu përfshihen jo thjesht antar qeverie, po dhe kryetar bashkie, po edhe drejtor të lartë, 10. Po emisione, lajme, postime në të 700 tenxheret e poteres madhe, politike, mediatike, mund të jenë 10 milion. Vetëm në tenxheren e Blendi Fevziut, që me madhësinë e vetë më thithë dhe mua ndonjëherë, mund të jenë bërë 1000 emisione ku fjala korrupsion mund të jetë përdorur 100 milion herë, dhe fjala përgjim 100.000 herë, dhe fjala hajdut 10.000 herë. Tani, imagjinojeni vetë se çfarë batërdie bëhet mbi daullet e veshëve të shqiptarëve që shohin akoma televizor, dhe çfarë bombardimi bëhet mbi retinat e syve të shqiptarëve që haberet e pazarit i marrin nga celulari. Pa llogaritur këtu ata të verbrit që e çajnë rrugën e jetës me shkopin e kryeplakut të botës gënjeshtrave dhe hedhin bomba artizanale te xhamia që të rrëzojnë narkoshtetin. Ekonomia rritet, e rrit korrupsioni. Prodhimi i përgjithshëm kombëtar rritet, e rrit korrupsioni. Buxheti i shtetit rritet, e rrit korrupsioni. Pagat rriten, i rrit korrupsioni. Investimet rriten, i rrit korrupsioni. Edhe zjarret i rrit korrupsioni, edhe shirat i rrit korrupsioni, edhe negociatat i hap korrupsioni, edhe kapitujt i hap korrupsioni, edhe piketat ndërmjetme do t'i kaloj korrupsioni, edhe bordin e paqes e mblodh korrupsioni. Shqipëria vetë rritet në çdo drejtim fal korrupsioni. Ka disa ditë që po bëhet nami nga tenxheret